Kaloj pak tek ajo protest që është thirrur në Tiranë datën 17 në orën 17 në mbështetje solidarizim me krerët e UÇK-s, pra do jetë një protest mbarkombëtare e paralajmëruar për këtë javë. Do të jeni pjesë apo jo? Do të vini dhe ndalemi pak edhe te qasja që ka qeveria e Zotit Kurti, ka shi aty që kanë qenë dhe janë ende heronjtë e luftës. Tani këtu. Normal që mbështesim çdo lëvizje që bëhet në drejtim të mbështetjes të atyre që bëhen në Hag, por të mbështetjes të drejtësisë për ata që bëhen në Hag. Por edhe ajo çfarë ndodhi në Hag që organizuan nga Mërgata dhe u mbështet nga shoqatat e dalën nga lufta, dhe kjo që bëhet në Tiranë. Duhet të vendosin kërkesa të qarta. Nuk mund të thuhet protest kundër gjykatës së Hagës, ose dhomave speciale në Hagë, të dëgjoj me gjuhën profesionale që kanë. Sepse atë je protest kundër kuvendit të Kosovës, kundër atyre që i miratuan formimin e tyre. Por protesta duhet të ketë fokus kryesor kërkesën për amandamentimin e ligjit mbi të cilin funksionojnë këto dhoma. Në cilat pjesë? Aty ku thuhet ku do duhet të ndalohet që dëshmitë që vinë, që vinë nga Serbia, shërbimi sekret serb, prokuroria serbe dhe ato shërbimet ruse të mos përdoren apo të mos shërbejnë si argumente apo si dëshmi në këto dhoma, pse kanë karakter subjektiv dhe nuk pritet nga shërbimi sekret serb që gjykoj drejt apo mirë apo të jetë korrekt në raport me ata që po mbahen në Hagë.